Angjëlli jon mbrojtës fshiu fotot me shpat kasapin para vdekjes së tij. Selvie Jaho rikthen imazhin krah këngëtarit dhe djalit. Selvie Jaho ka rikthyer një imazh krah këngëtarit të ndjerë shpat kasapi në rrjetet sociale, foto të cilat ajo i kishte fshirë para ndarjes nga jeta e artistit teksa marrëdhënia e tyre ndodhej në krizë. Krahas imazhit, Selvie Jaho ka edituar edhe mbishkrimin në postim, ku i dedikon një mesazh prekës të birit. Babi do të jetë angjëlli jon mbrojtës derisa xheneti të na bashkojë, inshallah. Marrëdhënia e çiftit ka qenë e tensionuar, ndërsa Selvie Jaho foli për një ndarje mes tyre, javë para vdekjes së shpat kasapit në moshën 40 vjeçare, duke lënë të nënkuptojë se martesa e tyre kishte marrë fund. Grimeria e njohur në një bashkëbisedim online me ndjekësit në Instagram rrëfeu se kishte ndëruar që fëmijën e saj të arriste me të dy prindrit, por theksoi se kjo është jeta. Ajo tha se do të luftojë që djali i saj të rritet në një ambient ku mbizotëron qetësia. Ai ke pas të vështirë vendimin për të qenë single mom e veçanërisht për fëmijën, e pyet ajo, ndërsa Selvie Jaho përgjigj, normal që po. Gjëja që unë kam ndëruar gjithmonë ka qenë të kem familje dhe fëmia të rritet me të dy prindrit, por kjo është jeta. Për Roelin, do luftoj që të rritet në një ambient ku mbizotëron qetësia dhe lumturia, andaj do bëj çmos vetëm që ai të rritet me të gjithë normat që i duhet një mashkulli, e inshallah të kemi jetë dhe forcë t'i përballojmë sfidat. Por në ditën e ndarjes papritur nga jeta të artistit, Selvie Jaho zbuloi se këngëtari kishte vdekur në krahët e saj gjatë një udhëtimi në Itali. Grimeria zbulon se ajo dhe këngëtari ishin shumë të lumtur këtë periudhë, pasi kishin arritur të bënin dokumentet për në Itali, në mënyrë që të çonin Roelin te mjekët logoped më të mirë të vendit, pasi fëmia është diagnostifikuar me spektrin e autizmit. Sa të lumtur ishin që më në fund Roelit po i bëheshin dokumentet në Itali, që të mund ta çonin sa më shpejt tek logopedët më të mirë. Sa jemi lodhur, sa jemi stresuar dhe askush nuk e di, sa të afërt kemi qenë, sa bashkëpunues në privatësinë tonë, duke shijuar rritjen dhe zhvillimin e Roelit. Nuk prite ta dëgjoje duke të thirrur babi, nuk prite. Shpat, nxitove dhe na le këtu vetëm pa ty, shkruante Selvie Jaho. Ndrove jetë në krahët e mi, o jetë. Sa të lumtur ishim që më në fund Roelit po i bëheshin dokumentat në Itali që të mund ta çonim sa më shpejt tek logopedët më të mirë. Sa jemi lodhur, sa jemi stresuar dhe askush nuk e di. Sa të afërt kemi qenë, sa bashkëpunues në privatësinë tonë, duke shijuar rritjen dhe zhvillimin e Roelit. Nuk pritje ta dëgjoje duke të thirrur babi, nuk pritje shpat. Nxitove dhe na le këtu, vetëm pa ty. E le Roelin jetim o shpat, në kohën kur më së shumti kishte nevojë për ty, në kohën kur duart e tua i duheshin më shumë se kur. Si t'ja shpjegoj Roelit që babi nuk është më? Më thoje gjithmonë se do të më doje derisa vdekja të na ndante. Po pse u ndave nga jeta në krahët e mi? Pse ma kpute zemrën kështu o jetë? E inshallah takohemi në xhenet.